Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku, këtë herë për të ndaluar pak tek Xheneta Fetau. Ditën e djeshme në këndin e panelistes, Xheneta Fetau në televizionin Top Channel, konkretisht në Trotuar, foli pak për këngën Haram dhe për atë pikpyetje të madhe që ngriti tek publiku shqiptar. Do me thënë, i gjithë emisioni ishte i dedikuar në thumbnail këngës Haram në cover të fotografisë, por në thelb brenda u fol shumë pak. Tani unë e dija që Xheneta nuk do të reagon në asnjë mënyrë në Instagramin e saj për t'i lënë ekskluzivitetet edhe klikimet në emisionin Trotuar që Top Channel të bindet që Xheneta ka klikime dhe ta ndjekin sa më shumë emisionin. Por prita që të jep një sqarim pak më të detajuar përse nuk foli fare gjatë kohës kur hamendësohej dhe aludohej gjesti për të qenë, do të thënë që ishte pjesë e këngës nëpërmjet bluzës së tij, nëpërmjet hijes së tij, të paktën ashtu siç u interpretua nga ana e publikut, sepse mua nuk më duket tillë as pak, domethënë dhe unë e thash edhe do ta ripërsëris përsëri, nuk mundet një këngëtar i cili ka një sukses kaq të jashtëzakonshëm të ketë kontratë me një shtëpi të suksesshme edhe në një klip të luan rolin e figurantit, nuk, do të thënë, nuk është bërë edhe nuk bëhet kjo gjë. Figurantët janë figurantë, artistët janë artistë, do të thënë dallojnë nga njëri tjetri. Por Xheneta nuk është se foli gjë, nuk është se sqaroi gjë, nuk është se tha gjë. Do të thënë, thjesht foli për tematikën e këngës të cilën e la nën hije, që do të thënë bëhet fjalë për një tradhti dhe çdo vajzë që prekë një djalë apo çdo djalë që prekë një vajzë, mbetet një haram, mbetet një mëkat që ti e ke bërë, do të thënë tradhtia është një mëkat, por në anën tjetër nuk dha detaje se për çfarë bëhet fjalë konkretisht në këtë videoklip apo ishte gjesti pjesë e kësaj kënge apo jo. Do thënë siç duket Xheneta e ka shijuar pafund këtë famën, e ka jetuar pafund suksesin që pati kënga Haram që mori edhe nëpërmjet Xhenetës, domethënë mundësinë që të krijohet temë diskutimi nëpër televizione. Okej, Xheneta domethënë duhet t'ia japim dorën sepse ka arritur të kupton se si bëhet marketingu nëpër shqiptarizëm, domethënë e ka gjetur atë çelësin e marketingut apo suksesin e marketingut dhe po e shijon pafund këtë marketing edhe famën e saj, por mbi të gjitha ajo nuk dha detaje rreth këngës. Tani dua të marr mendimin tuaj. Mendoni ju që Xheneta e lër këtë gjën pikpyetje që të vazhdon si fabul, si film, si çdo gjë, apo thjesht domethënë nuk ka se çfarë të thotë edhe nuk jep detaje?